Vendit e parashikon para seancës konstituive dhe qëllimi i saj ishte koordinimi i çështjeve organizative dhe çështjeve procedurale. Dua të them në fillim se për të gjitha pikat kishte pajtim të plotë dhe më lejoni që t'i falenderoj kryetarët apo përfaqësuesit e subjekteve politike për bashkëpunimin në çështje të cilat i shqyrtuam. Dhe uroj që pas kësaj mbledhje që shkoj mirë e mbar, njësoj të vazhdoj kjo legjislaturë. Më tet korrekt, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i certifikoi rezultatet përfundimtare pra të zgjedhjeve të parakohshme të 7 qershorit. Në bazë të këtyre, Kuvendi i Republikës së Kosovës në këtë legjislaturë përbëhet nga 15 subjekte politike. Në përputhje me kushtetutën, seanca konstituive, pra siç e dini, do të mbahet më datën 6 gusht në orën 10. Rendi ditës i seancës konstituive sipas rregullorës ka këto pika: formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit dhe të mandateve, shqyrtimi i raportit të tij, betimi i deputetëve dhe zgjedhja e kryetarit apo kryetarës kuvendit dhe zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Seanca do të kryesohet nga deputeti më i vjetër në moshë, që është zoti Avni Dehari, i ndihmuar nga deputetja më e re, që është zonja Fatma Taçi. U pajtuam edhe për caktimin e ulëseve në sallën plenare, sipas numrit të mandateve dhe praktikës parlamentare, duke pasur parasysh vullnetin e shprehur të subjekteve që përfaqësojnë po ashtu grupet parlamentare, pra deputetët e grupeve parlamentare dhe ata që vijnë nga komuniteti i shumicës. Administrata e Kuvendit ka përfunduar përgatitjet për regjistrimin e deputetëve dhe siç e dini, regjistrimi i deputetëve do të ndodhë më 3 gusht. Për lëvizjen vetëvendosje, më 4 gusht për PDK-n dhe LDK-n dhe me 5 gusht aleanca dhe deputetët që përfaqësojnë komunitetin e shumicës në Republikën e Kosovës. Procedura është e njohur për gjithë, përgatitjet e Kuvendit kanë përfunduar dhe uroj që më 6 gusht Kosova të arrijë të konstituojë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Puna që na pret është e madhe, sepse qytetarët më 7 qershor e thanë qartë se çka presin nga ne dhe se çfarë presin nga institucionet e Republikës së Kosovës. Po ashtu më lejoni të ju njoftoj që më 10, 11 dhe 12 gusht, dyert e Kuvendit do të hapen për bashkëdhetarët tanë. Të gjithë ata që këtë verë kanë ardhur në Kosovë mund të hyjnë në ambientet e Kuvendit të Republikës së Kosovës, të ulen në ulëset e deputetëve të Kuvendit, të shohin dhe të mësojnë nga afër për institucionin që i përfaqëson edhe ata. Ky Kuvend nuk është vetëm një atyre që jetojnë në Republikën e Kosovës, është i gjithë qytetarëve, qofshin ata në Republikën e Kosovës, qofshin ata jashtë saj. Prandaj ju lutem juve mediave që të jeni ato ditë në ambientet e Kuvendit të Republikës Kosovës dhe që të njoftoni mërgatën tonë që dyert e Kuvendit të Republikës Kosovës do t'jenë të hapura më 10, 11 dhe 12 gusht. Po e përmbyll fjalën time këtu dhe po pres pyetje nga ju. Zanaji Burim Zanici, Radio Televizionit Stënjer. Fillimisht na thuani nëse vetëvendosja ju ka përcaktuar juve si kandidatë për kryetare të Kuvendit, nëse keni votat edhe për konstituim, edhe për formimin e qeverisë dhe asunoni në të njëjtën ditë të ftoni seancë edhe për formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit, a pritet marrëveshje këtyre ditëve me LDK-n të pashëm? Së pari është lajm i mirë që tashmë kemi pas një mbledhje të LDK-s dje, pra lajm i mirë në kuptim që tash mund të vazhdojnë takimet, sepse siç e dini, ato janë pezulluar deri në sqarim të situatës brenda LDK-s. Sigurisht që nuk është në mandatin tim as në përgjithësitë e mia, sidomos jo në cilësinë që jam që të flas për atë çështje, por është shumë e rëndësishme që takimet të vazhdojnë, pra ato të thirren dhe të mbahen, dhe të ketë përpjekje maksimale seriozitet që të arrihet një marrëveshje me të cilën arrijmë pra të kemi një konsensus për zgjedhjen e presidentit apo presidentës së vendit. Pra shumë e rëndësishme që këto takime të vazhdojnë sa më parë. Se kush do të jetë kryetar apo kryetare e Kuvendit ende nuk është caktuar. Mund të më pyesësh për deklaratën e ministrit Konjufca, sepse po e shoh që po dëshiron me adresu si pyetje shtesë. Unë respektoj fjalën e tij.
por edhe ai e ka theksuar a ditë që ende nuk kemi vendosur se kush do të jetë propozimi jonë. Prandaj jam shumë e bindur që nëse jo gjatë këtyre ditëve në prag të 6 gushtit do të dihet se kush do të jetë propozimi i vetëvendosës, pra i takon vetëm lëvizjes vetëvendosit që të bëj propozimin se kush do të jetë kryetari apo kryetaria e kuvendit. Diçka tjetër? Një gjendje me ek dorë për kësaj pozite zonja Aqiu. Patjetër. Patjetër që po. Patjetër që po, pra unë tharë që i takon lëvizjes vetëvendosit se kush është propozimi për kryetar apo kryetare të kuvendit. Pozitat nuk i kemi me tapi, nuk i kemi të përhershme dhe ne jemi në shërbim të interesave të qytetarëve, prandaj nuk i mbajmë peng ato institucione. I takon vetëvendosjes dhe ata shumë shpejt do ta bëjnë të ditur se kush do të jetë propozimi i tyre. Zonja Aqiu, është e qartë në qenë se ka qëndrime të ndryshme të rinjatës të kushës. Kushdo që zgjedhet kryetari i kuvendit, ka plus 6 muaj konjunkturi i presidentit apo pjesën e mbetur nga ajo që kemi shkruar deri tash. Unë i kam ndjekur edhe diskutimet në raport me këtë çështje. Unë vetëm dua të shtoj që vendi asnjëherë nuk mund të mbetet pa president. Pra, pavarësisht, si me thënë, interpretime të ndryshme, nuk ka një vend në botë që mbet ndonjëherë pa president, duke pasur parasysh kompetencat e presidentit me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Prandaj, unë i inkurajoj të gjithë ata që japin interpretime për këtë çështje që të nisen nga ky parim. Republika e Kosovës në asnjë moment, pavarësisht zhvillimeve, nuk mund mbetet pa ushtruar detyrat presidentit, për shkak të kompetencave që i ka. Nuk përjashtojmë as këtë çështje që të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese është autoriteti i fundit natyrisht që bën interpretime kushtetuese. Nëse do të kemi situata të tilla, sigurisht edhe pres që ata të cilët kanë të drejtë me kushtetut ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Zonja Aqiu, fikson një javë një adresuar çështjen e gjyqtarëve serb edhe kërkesën që një pas ka Këshilli Gjyqësor të Kosovës, megjithatë ndjelja dihet që ka dështuar asaj dite deri sot për një javë nuk është thirrur asnjë tjetër takim në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, a keni pasur mundësi të diskutimit me ta ose ndonjë takim që nuk është bërë publik në lidhje me çështjen e gjyqtarëve serb? Mendoj që është lajm shumë i keq që atë ditë Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk veproi njësoj dhe në linjë me Këshillin Prokuroral të Kosovës dhe në linjë me përgjegjësitë ligjore. Ju njoftoj që unë i kam dërguar shkresë sërish kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. E kam njoftuar për raportin që unë kam, raport me integritetin e atyre ish gjyqtarëve serb. Nuk më është përgjigjur ende në atë letër, pra e kam njoftuar për disa çështje që ndërlidhen edhe me konferencën që kam mbajtur, por i kam thënë që dhe ju pres në takim për diskutuar më tutje, por ende nuk kam marrë letër kthyese. Prandaj pres që sa më parë Këshilli Gjyqësor i Kosovës të veprojë në përputhje me përgjegjësitë. Nuk ka nevojë që të bien në presionin dhe ndikimin e askujt. Është shumë e rëndësishme që si gjyqtar, shumë prej tyre janë gjyqtar, që të kryejnë me përgjegjësinë më të lartë detyrat që i kanë. A ka pyetje tjera? Faleminderit, shihemi. Një dita gjithë, atëherë sikur se e bëri të ditur edhe ushtruesja e detyrës së presidentes, apo përfundoi takimi me përfaqësuesit e partive parlamentare të cilët kanë deputet zgjedhur për legislaturën e 11 dhe u dakorduam që ashtu sipas ftesës me datën 6 gusht të mbahet seanca konstituive e legislaturës së 11 sipas rendit të ditës, i cili është i përcaktuar me rregullore, pra duke filluar që nga themelimi i komisionit që verifikon mandatet e deputetëve, pastaj betimi i deputetëve, zgjedhja e kryetarit apo kryetares së kuvendit dhe pastaj edhe e kryesisë së kuvendit. Natyrisht, paraprakisht do të mbahet edhe mbledhja përgatitore me datën 3 gusht, ku do të
definohet edhe në aspektin formal rendi i ditës edhe përcaktimi për thirrjen e seancës së përcaktuar nga ushtruesja e detyrës së presidentes. Si lëvizje vetëvendosje, si subjekt që ka fituar zgjedhjet, jemi të gatshëm dhe medzipresim që të konstituojmë të gjitha institucionet edhe të vazhdojmë punën me kompetenca të plota në legislaturën e 19 në qeverinë e Republikës së Kosovës e pastaj edhe në pozitën pra me punën e presidentit apo presidentës zgjedhur brenda afatit të përcaktuar. Ku zonja Navaci apritet së shpejti të nisë takimin me Partidën Demokratike të Kosovës? Ju e dini që kryeministri Kurti kishte ftuar në takim kryetarët e PDK-s dhe të LDK-s dhe pas zhvillimeve të fundit në LDK ishte kryetari i LDK-s zoti Abdi Gjiku që njoftoi që ka pezulluar takimet, ndërkohë që dje pas rikonfirmimit të zgjedhjes së tij si, domethënë gjithsesi vazhdimit të punës së tij si kryetari i LDK-s, ai deklaroi që ka marrë edhe autorizimin nga kuvendi që të vazhdojë me bisedimet me kryeministrin Kurti. Ne natyrisht se mirëpresim këtë vendim të kuvendit edhe presim që të vazhdojnë diskutimet edhe dakordimi sepse vendi ka nevojë që sa më parë të vazhdoj puna në të gjitha institucionet me mandat dhe kompetenca të plota. Tani kjo është çështje që do të vendoset në mes të edhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje edhe të kryetarit të LDK-s. Unë besoj që në afatin më shkurt të mundshëm do të vazhdojnë diskutimet në mënyrë që të vazhdojnë punën. Do të themi se është shefi i grupit parlamentar dhe në legislaturën e re? Këto janë çështje që do të diskutohen në forumet e partisë, nuk ka ndonjë qëndrim deri më tani për pozita. E rëndësishme është që të vazhdoj puna, të konstituohet kuvendi, ndërkohë që secili nga deputetët e zgjedhur unë besoj që do ta kryejë me përgjegjësi punën. Nuk ka marrëveshje në parim, ka pas një takim të parë, i cili siç është bërë me dije edhe për publikun edhe nga ana e kryeministrit Kurti edhe nga ana e zotit Abdi Gjiku, ka qenë në një frym konstruktive që ka qenë shpresdhënëse për diskutim tutje. Deri më tani nuk ka asnjë dakordim për pozita të caktuara, por unë besoj që më rëndësishme është vullneti për t'i ofruar vendit institucione dhe nëse ky vullnet politik ekziston natyrisht do të gjendet edhe zgjidhja. Do delegohet zotë Akimati që të kërkojë votat sërish në DK-s për herën e kaluar që kërkon? Besoj që kryeministri Kurti do të vazhdoj punën e tij me kompetenca dhe përgjegjësi, sikurse ka bërë, pres natyrisht që edhe subjekte tjera politike të bëjnë të njëjtin gjë, të jenë në nivel të përgjegjësive të tyre, ndërkohë që pres që secili deputet që ka fituar besimin e qytetarëve për t'i përfaqësuar ata në kuvend, të jetë në kuadër të përgjegjësisë së vet dhe të marrë pjesë në procesin e përzgjedhjes së presidentit apo presidentes me votën për, kundër apo me abstenim, sepse qytetarët na kanë besuar që t'i përfaqësojmë ata edhe të jemi pjesë e vendimarrjes. Kështu që natyrisht pres edhe prej të gjitha mediave që të vazhdoni të përcjellni këtë ngjarje me përgjegjësi dhe seriozitet. Për në aliancën, do të synoni një takim për të diskutuar të pjesat e tyre me qenë se nuk të nevojshme dhe votat e tyre për presidentin e klasë. Ju e dini që kryeministri Kurti ka dërguar ftesë për takim edhe kryetarit të aleancës, ndërkohë që në atë kohë ka pas një qëndrim nga aleanca se nuk janë të gatshëm të takohen. Tashmë qenë se po afrohet dita e konstituimit të kuvendit, unë pres që të reflektojmë edhe natyrisht të marrim pjesë në takime, po përtej kësaj edhe të bëjmë pjesë e procesit të përzgjedhjes së presidentit apo presidentes. A është kandidate konsensuale për juve si shefi grupit parlamentar Vjosa Osmani për presidentet? Tani e dim që jemi në një momentum të ri, i takon kryetarit të LDK-s, i cili ka marrë mandatin prej kuvendit, që të zhvilloj diskutimet me kryeministrin Kurti, ndërkohë që unë besoj që do të kemi parasysh secili prej nesh, edhe besimin, gjithësisht përgjithësinë që na e kanë dhënë qytetarët me votimin e tyre, secili prej nesh përfaqësojmë një peshë politike e cila është rezultat i qëndrimit gjithësisht vullnetit të qytetarëve dhe këtë duhet ta respektojmë në plotësi secili prej nesh, qoftë si subjekte politike, qoftë si individ. Faleminderit shumë gjithëve.
Atëherë, përfaqësues të medjave, mirë dita dhe mirë se keni ardhur. Ne ishim në takimin me ushtruesën e detyrës dhe të subjekteve politike me diskutu mbledhjen dhe konstituimin e kuvendit, i cili duhet ndodhë me 6. Në emër të aleancës, unë i adresova 2 tema. Takim e para shqetësimin e thellë dhe po ashtu kërkesën që konstituimi të ndodhë me njëherë është plotësisht e pakuptueshme për ne. Qysh ka mundësi për 4 muaj ditë sa kemi ndajtur në kuvend, gishti është adresu opozitës për mos konstituim të institucioneve, ndërsa rezultatet zgjedhore në konstituu tashe 4 javë dhe ende nuk ka konstituim, respektivisht data e seancës është caktuar me 6 gusht, një ditë para përfundimit të afatit kohor që duhet ketë një seancë brenda 30 ditë. Çështja e dytë që e kam ngrit, si shqetësim, që kërkon interpretim, ka të bëjë se kur do të konstituohet kuvendi dhe kur do të konstituohen institucionet. Kuvendi i Kosovës nuk duhet të bëjë lojna dhe ta shtyjë konstituimin e vetë më larg se me datën 7 gusht. Çfarëdo tendence për interpretim, i cili ndërlidhet me një afat kohor shtesë prej 1 muajve, vetëse e dëmton Kosovën dhe mbi gjitha e konfirmon qëndrimin tonë politik se i gjithë ky proces i zgjatjes dhe tërzgjatjes ka qëllime zgjedhore që ndërlidhen edhe me një cikël tjetër. Aleanca këtë do ta kundërshtoj dhe këtë e ngritëm edhe në takimin me ushtruesën e detyrës, respektivisht me kolegën nga parti tjera. Ju faleminderit, a keni ndonjë pyetje? Po, zyrtari, vendosja nuk po e merr parasysh gjashtë kërkesat e juaja. Edhe zona negacije la hapur këtë mundësi. Do thotë ju 7 deputetët jeni përcaktuar që të votoni kundër edhe për kryetar të kuvendit, edhe për qeveri, edhe për presidentin. Në fakt është e kundërta. Është e vetmja aleanca e cila ka një pozicion politik publik në raport me konstituimin e institucioneve. Cili është ai? Ne themi, ne nuk duam të jemi pjesë e qeverisë dhe rrjedhimisht mos marrim asnjë hise, asnjë privilegj, asnjë pozitë qeverinë e Kosovës. Mirë, po ne e njohim një situatë tepër të rrezikshme të Kosovës të përfundimit të cikleve zgjedhore, prej një cikli në një cikël. Duke qenë se këtë e shohim rrezik kombëtar, ne e shohim rrezik të shtetit Kosovës, e shohim rrezik kombëtar, e shohim rrezik të shtetësisë të Kosovës, trendin e abnormalitetit dhe një farë forme pranimin e abnormalitetit që Kosova mundet me shku prej një cikli zgjedhur në një cikël tjetër, ne kemi thonë shkurt edhe shqip. Nuk dojmë zgjedhje, nuk dojmë fakt, nuk dojmë me qanë qeveri, por me i konstituu institucionet, me boni president, i cili përfason një tjetër republik, këto janë 6 pika. Kur i lexon 6 pika, e shet që janë pika që nuk ndërlidhen me aleancën, e as me interesat politike dhe partijatit një deputetit, po ndërlidhen me Kosovën, që ndërlidhen me energji, është gazi amerikan dhe është investiment kek, me infrastruktur dhe ndërlidhet me ekonomi, me ngritjen e TVSH-s nga 30 në 100.000 dhe me mos tatimimin e tokës së punuar që ndihmon prodhimin vendor. Por po merren parasysh zyrtarit, ta kemi qartë, do thotë, po merren parasysh, nëse nuk merren parasysh, i bie që aleanca do të pozicionohet kundër, do të votojë. Absolut, nëse nuk merren parasysh qëndrimet tona, kërkesat tona legjitime, absolutisht ne nuk bëjmë vegël, se si jem vegël. Ne tash u bëm parti e respektueme. Ka gja parti e respektueme, për një parti e cila nuk ufteken da kime u bërë respektueme. Pra ne kemi qartësi në kursin tonë politik. është i qartë, është i drejtë, është për Kosovën, jo për partinë, e jo për pozitat, e jo për presidentin, jo për kryeministin, jo për kryeparlamentarin, është për këtë Kosovë. Qofse nuk e përfillin, ja pafshin harin
nuk është thoja Aleancë për Armiqtë e Kosovës, sikur që nuk ka qenë zgjedhjet e kaluara, se ky popull nuk e meriton me qit çdo 3 muaj të zgjedhje. Dhe për me ai që don me qit çdo 3 muaj zgjedhje, ai ka vetë një qëllim. Me ndaj funksion zyrës së kryeministrit, me qenë kryeministër në detyrë, pa mbikëqyrje parlamentare, pa mbikëqyrje legislative dhe pa dhënë përgjegjësi për obligimet ndërkombëtare që i ka. Faleminderit. Cilat në shkrime. Përshëndetje për gjithë, ne sapo patëm takimin koordinues për konstituimin e seancës. U dakorduam që të procedojmë bazë të rregullorës së punës dhe në bazë të vendimeve të gjykatës kushtetuese. Insistojmë që seanca konstituive duhet të ndodhë me datën 6 dhe të përmbyllet procesi i konstituimit të kuvendit, me qëllim që Kosova të ketë institucione funksionale dhe ta kthejmë funksionalitetin institucional të shtetit tonë. Dhe me qëllim që të mos bëhet asnjë vonesë, ne synojmë që kuvendi të konstituohet në datën e caktimit dhe thirrjes së seancës. Aty u miratua dhe një lloj agjendet e cila do të prezantohet atë ditë, edhe për formimin e komisioneve verifikuese të mandateve dhe zgjedhjen e kryetarit dhe nënkretarëve. Kaq ishte, ne dham kontributin ton për aq kohë sa respektohen vendimet e gjykatës kushtetuese dhe rregullorës së punës së kuvendit, edhe dëshirojmë që sa më shpejt të japim institucione shtetit tonë. Në shumë këpite që të kthejnë takimeve në vendosjen për të përmarrë qeverimin e zgjedhjeve të presidentit në pas. Në fakt nuk ka ndonjë ftesë tani me që janë përmbyllur edhe proceset për çka ne i kishim ndërprer dialogun ton me vetvendosin për sa i përket institucioneve. Sapo të kemi një takim edhe të kemi dialog edhe marrëveshje do t'ua bëjmë nëse do të ketë marrëveshje të tillë. Keni preferenca për pozita apo thjesht bazë atyre parimit të cilat u deklaruan edhe dje nga kuvendi i LTK-s do të diskutojmë. Në fakt, çdo partneritet në mes partive politike ndërtohet mbi bazën e parimeve bazë, se secila parti ka garuar me një program dhe me disa parime bazë. Ne jemi parti që qartësisht jemi të orientuar ka perëndimi, kemi vlerat tona bazike të cilat dëshirojmë të imponojmë në çdo marrëveshje dhe në çdo krijim partneriteti. Ato janë të thëna e të stërthëna gjatë edhe fushatave tona. Dialogu mbi partneritetin edhe mbi një marrëveshje eventuale ndërtohet para së gjithash mbi parimet, edhe mbi pozitat, por fillimisht duhet të dakordohemi mbi parimet, qëllimet, objektivat e programit ton, ka dojmë me i orientu Kosovën në vitet e ardhshme, e pastaj pozitat janë një çështje e dorës së tretë. A pritet do të ketë modifikim brenda grupit juaj parlamentar, marrë parasysh leximin e aplikativit si kryetar të vendit, edhe u raportuar në LDK ka nisur largimet saqë pranë. Në fakt, LDK-ja kishte kuvendin e jashtëzakonshëm dje, në të cilin me një rezultat e rikonfirmoi kryetarin Abdi Gjiku si për ta vazhduar mandatin e tij deri në fund. Dhe po ashtu kishte një deklaratë politike në të cilën u dhanë qëndrimet që angazhimi i LDK-s duhet të jetë edhe i deputetëve, duhet të jetë në prizmin e bërjes së institucioneve të shtetit tonë, themelimit institucioneve dhe një së kontributit si parti politike për aq sa kemi fuqi politike. Ndërsa grupi parlamentar normalisht që do të jetë në harmoni me këtë deklarat për shkak se kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është organi më i lartë i cili bën orientimet strategjike edhe objektivat kryesore të partisë. Prandaj ne i nënshtrohemi një vullneti të tillë të antarësisë që ishte mbi 320 delegat të pranishëm të cilët miratuan këtë. A ka nisur largimin nga LDK-ja? Jo, nuk kam ndonjë informat për ndonjë largim eventual, absolutisht jo. Ka deklaruar që ajo dorëheqje. Pas kuvendet, edhe rrezikohet të krijojë aplikative të dorëheqje të tjera, si e vlerësoni? Jo, tani dorëheqje eventuale të ndonjë në ndege, kryetari në ndege mund të ketë, por kjo është krejt
vendimi individuali se cilit nuk kemi vrejtur asë një fenomen që është i pranishëm tani në parti. Ju e dini që LDK-ja është partia më demokratike që ka një dialog të brendshëm dhe një ushtrim të demokracisë me votim të fshet. Është vetë një parti në Kosovë. Ju e dini që brenda këtyre 4 viteve disa herë kemi thirrur kuvende për çështje për t'i përcaktuar këto dhe në mënyrën më demokratike me votim të fshet ju kemi nënshtruar votimit dhe jemi përcaktuar pastaj për votimin e shumicës. Ky është princip kryesor në demokraci ku pjesa tjetër pastaj pajtohet me vendimin e shumicës, se ky është parim elementar në demokraci. Në fushatën zgjedhore keni ri me Vjosën si kandidate për president, nëse nga pala tjetër kërkohet me ndru kandidatin, keni gati me votë? Tani në dialog shkohet për të negociuar dhe për të dalë me një rezultat. Duhet parë të gjitha modalitetet. Ajo që është e rëndësishme është se ne, ashtu siç kemi thonë edhe më herët, ne jemi të angazhuar që partisë qeverisëse të mos i takojnë 3 pozitat kryesore me qëllim të ruajtjes së balancit politik. Dhe kjo është tepër e rëndësishme në demokraci që të sigurohemi që partneriteti të jetë në baza të shëndosha, duke ruajtur edhe funksionalitetin demokratik të shtetit tonë, edhe interesin e secilës parti politike në relacion me atë që ka si peshë të përgjegjësisë dhe që ja kanë dhënë qytetarët. Kështu do të jetë angazhimi jonë, varet krejt prej marrëveshjes politike e cila del nga negociatat. Faleminderit. Në kryetarja e Kuvendit që toku po thotë nëse dëni prononcim është e gatshme në zyrën e grupit parlamentar. Jo. Po si informoj. Vesh me marrë për lajë, jam të shkupë. Ka shumë i ka mbo një temi të këtë mikrofonat për mirë.
Mirë dita të gjithve. Si që dini, sot patëm takimin pregaditor për seancën konstituive. Partia Demokratike e Kosovës ka pozicion të qartë politik. Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojmë të adresojmë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Kaq. Këtë zënë stokë për një fund të përbashkët të prezentacionit që timi lullë të kësa ide, cilën e ka përgjërë vetë kryetarin, tani me i rekonfirmuar i të këtë mëra të shqipë. Sot jam për të folur vetëm për seancën konstituive, PDK do t'jetë në opozit, jemi vite largë me lëvizjen vetëvendosje dhe shohim fare pak hapësirë për bashkëpunim, këtë qëndrim e kemi bërë të qartë. Mirë po kjo nuk do të thotë që nuk bashkëpunojmë kur janë në pyetje konstituimi institucioneve dhe interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, por jo në qeverisje. Në ndërkohë që opozita ka nevojë për bashkërindim, po ne ende nuk e dim sakt kush do të jetë në opozitë e kush në pushtet, PDK do të jetë në opozitë. Qëndrimi është i njëjtë për opozitën e presidentit, përveç dikush nga familja Jashari, për tjerët. Çështja e presidentit nuk është një vend pune. Zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit qeverisje 4 vjeçare. Për ne, po aq është i rëndësishëm presidenti, është raporti me SHBA-t, është gazi amerikan, është sektori privat, liria e medjave, mbrojtja e demokracisë, pra ka shumë çështje rreth së cilave ne kemi dallime të thella, dhe zgjedhja e presidentit i mundson Albin Kurtit edhe një qeverisje 4 vjeçare. Qytetaku, nëse kemi këtë reform politike, jemi në afër zgjedhjeve me pamundësi të krijimit të numrave për çështjen e presidentit, apo ka një formulë tjetër? Janë edhe 98 deputet, pa deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, ka pasur bisedime më herët, është folur që do të ketë bisedime sërish, por po e ripërsëris. Është shumë e rëndësishme që kuvendi të konstituohet, mos të ketë zhagitje dhe mos të prodhohen kriza të reja institucionale dhe kushtetuese. A e keni zhag kështu? Si janë? Mikrofon.